therja kurbanit për të vdekurit duhet të bëhet në natën e Kurban Bayramit. Domthon për fat të keq, edhe pse ne hoxhallart jemi duke fol për çdo Ramazan, për çdo domthon Kurban Bayram, edhe i njoftojmë edhe mundohemi ju tregu njerëzve se nuk qëndron edhe nuk lejohet në asnjë mënyrë që therja e kurbanit të bëhet në natën e Kurban Bayramit, sepse ai nuk është kurban, as për vdekur as për gjallë. Po është për hap pak a shumë. Kjo për fat të keq aty këtu edhe po ndodh, edhe pse ma pak se sa viteve më të hershme, sepse vërtet po flasim për çdo vit në këtë aspekt. Pra, kjo nuk lejohet edhe nuk llogaritet kurban. Madje kurban nuk do ta jetë edhe nëse e therrim kurbanin nesër, sot faktisht në mëngjes, para se ta falim Kurban Bayramin. Po ta therrim kurbanin para se të falet namazi pra i Kurban Bayramit, ajo dele, ai dash apo lop apo çka do të qoftë, ai do të na jetë një mish që i kemi ofruar familjes apo të tjerëve, por jo kurban. Për atë edhe pejgamberi na ka luftuar kur fjala për ditën e Bayramit, ka thënë se ne si musliman ditën e Bayramit e fillojmë duke u zgjuar në mëngjes, duke marrë abdes e duke synu pra duke u mësuar xhamive tona, me fal domthon namazin e sabahut pari që është farz, sepse Kurban Bayrami falja e tij është vajib, domthon tek ne në Islam edhe sunet të disa mëdhëve, po nuk është farz. E tek ne për fat të keq jo pak mos farzin po e luajnë nuk po e falin domthon të sabahut, po vinë vetëm për Bayram. Pra, pejgamberi po thotë se duhet ta bëjmë faljen e sabahut pari, mandej domthon e falim Bayramin, edhe kthehemi në shtëpitë tona edhe i therrim kurban. Kështu e nisim thotë na ditën e Bayramit. E tash për atë, pra, nëse dikush vepron ndrysh, atëherë ka thonë pejgamberi le ta dinë se ai ka ofruar familjes edhe të tjerëve mish, por nuk i ka ofruar dot kurban. Prandaj në asnjë mënyrë nuk na lejohet që me e therr kurbanin pra para se të falet namazi i Bayramit.